Okej, në vendit ashtë të moj zed nalet. Pa e harru Qarshinë e vjetër, që është në fokus të veçantë. Pra, momentalisht kemi fillu projektin aty dikund gjysmë milioni euro për rregullimin e kaldërmës në disa rrugë anësore të cilët kanë qenë të harruara, kryesisht kanë qenë parcele po, revitalizim. Po bëhen përpjekjet e fundit, pra besoj që brenda një muaj e gjysmë të fillon edhe sheshi Skënderbej faza e tretë, që do zgjidh problemin kryesor të Qarshisë, do të siguron dikon minimum 400 vend parkingje të reja nën toksore, që ajo sipërfaqja mbi të jetë pjesë e sheshit Skënderbej. Dhe po ashtu me Bajram Vardarin, i cili është me preardhje nga këtu, i kemi dhënë edhe në shtetësi, e kemi rikthyer këtu, ka qenë sekretari i qytetit të Burgsës, po punon intensivisht për revitalizimin e tërësishëm të Qarshisë së vjetër. Okej, në vendit ashtë të moj zed nalet. Veç sa kemi fillu. Sa kemi fillu.